Finalizohet nga seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Vlorë, operacioni policor i koduar Befasia. Theumasën e sigurisë, arrest në shtëpi dhe qarkullonte i armatosur në automjet, vihet në pranga 22 vjeçari dhe bashkë me të edhe një shtetas tjetër që nuk ka kallëzuar krimin. Sekuestrohet arma e zjarrit, pistolet dhe automjeti. Në vijim të punës intensive për goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje dhe ndalimin e shtetasve që shmangin detyrime ndaj masave të sigurisë të vendosura nga gjykata, seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Vlorë, në bazë të informacioneve të siguruara, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Befasia, në kuadër të cilit u arrestua në flagrancë shtetasit SZ, 22 vjeç, banues në Selenic për veprën penale armbajtje pa leje dhe largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit. MD, 36 vjeç, banues në Selenic për veprën penale mos kallëzimi i krimit. Shtetasi SZ, i cili ndodhej në masën e sigurisë, arrest në shtëpi për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. U kap në lagjën Pavarësia Vlorë duke drejtuar automjetin tip Mercedes-Benz, ku pasagjer ndodhej edhe shtetasi MD. Gjatë kontrollit të shtetasit SZ, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet të markës Zastava. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.